Ai për të cilin nuk kanë prit me kalu në islam kur, se kur kanë shku gratë dhe muslimanët 15 vetë në Etiopi, në hijretin e parë, gruaja e Xhaferit e kishte zatet Omerit. Omeri hala jo musliman. Tha, ila ejna ja amat Allah. Tha, për ku jeni nis, Omeri? Qardak, jo musliman, qardak pa parmok. Tha, ku jeni nis? Tha, jemi nis me shku grua. Tha, jemi nis o gjali e Khattabit, me shku me një vend ku Allahu do të në mbroj për juve, për i dorës tonë dëbët. Tha, sahabakumullah. Tha, Allahi ju qoftë me juve. Ka ardhë kjo të burri vetë Xhaferi? Tha, shka fole me Omerit. Tha, me Omerit, tha, sot e ka fol një fjalë shumë të diqme. Tha, shka tha? Më tha, Allahi me juve. Nërëvesh, sa kanë qenë njerëzit dëshprum, sa ka qenë shpresat prej këtia do tjetë musliman do një aras të tjenë të larkëta. I ka thonë groz vetë, a më thas shpirti helbet që kitë një herë pëse e ka forë atë lafë do të bëhet musliman. Tha, wallahi, magari babës ti, tha, ma shpejt kalon në islam se ki. Tha, magari Khattabit, tha, ma për para kalon në islam se që kish ka të ka folë, që ka thonë ti Allah i kotë me ju. Mirë po, kjo janë me kajizin e njerëzis, kjo janë analogjien e njerëzve. Kështu njerëzit motin, Allahu Gjelle Gjelalu e ka kanarin e vetë, a vesh me kanarin e ati shkat motet, veç ajo realizohet. Në ditë për ditëve, shpatën dorë, trimi madh, i njohur në botën arabe 10 milion, i pa shoq, në trimni, me shku me e preja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me shku me i dhonë fun kësaj pune dhe me marë fun me dorën e ati, kjo gjash ka povujnë, gjithë ki popull për i këti njeri 3 taze, me këtë fetre e taze si pasative, mirë po, një miskin, në rrugë, e ka patur shku dorën e ngejtur, shpatën e hapër, tha ja, ilahene ja Omar, tha për ku e njës, tha aktullu Muhammeden, tha jam njës me shku me emit Muhammedin, tha ku e njës, edhe njëherë, tha jam njës me shku Muhammedin me prej, haja, se me prej, tha pëse për punë që ka po i banë, tha po që kish regullim tjetë ka hinë familje, shko shire familjen tonë, le Muhammedin, se tha shka ka, tha po Fatimja, tha ka kalun islam motra jote o gjallë, tha me gjithë dhondrë, Fatimja me gjithë dhondrën motra jote në qatë feja është, e shko drejtoj një arë punën të shpia, e ta një henez, shko Muhammedin qire, ja kanë qelë derën, tha, motra vetë ka thonë, ja kam një dhe hapat pilarkë, se e ka pas të hesmën e veçantë, e ka pas hesmën e veçantë, tha, ja kam një hapat, e kam di që vlavi ema, bërë letrën shka jetu kru, tha, jo, motra, e motra e trimit, trimnesh o burra, motra e trimit, trimnesh, tha, jo, tha, vlavi jem, këtë letër të sënë e prek, tha, në në gjis, ti e i fleq, ti e pes, ti e pala, kjo është Kurani Kerim, kjo a fjallë ndershme, e ka bo me gjak motrën, e ka sulmu fizikisht, e ka bo motrën me gjak, edhe ka i ka shku të shpia, ala pastru, dhondri i shkreti, shka se ka Omerin vla, edhe shka se ka Fatimën motër, kishin nërminder. Ka i, qme prit, ki dhondrë, ki i qetrit fis, ajo motra e trimit, trimnesh, po që ndrën gruja, burri ka i nërminder, pra dhe grapas ka trima, po. Edhe grapas kanë këtë dinin tonë, shka kanë kalzu, e i kanë nuk gurë këti temeli, ki uji islamit me shku hala ma tanena, hala me rëshit, hala me redhë mirë. Ta se le prekti këtë letër. Ta shko laju. Shka me bo, motër trimi, shka mi bo? Ka shku a pastru, Omeri ka ardhë, një harë, ta pëma letër në takshiri. Na, që ta shurë, na. Audhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha, ma anzalna alejka al-Qur'ana li tashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Sadaq Allahu al-Azim. Omerit tu di kupat e gujve, ju kanë dridh mirë, e kanë lishu gujzan tokë, me lezimin e këtive ajeteve, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë surë Taha, i drejtohet njerëzijës në përmet Muhammed a.s. edhe i thot, o Muhammed, këtë Kurani Kerim nuk ta kemi zbrit vetë vetën helaq me bo, ta kemi zbrit me i hek, shka ka që regullim në bot, me e fut në regull, këta kemi shdip infrastruktur, shpirtërore, njerëzore, sociale, morale, ushtarake, shtetnore, ndërshtetnore, nacionale, ndërnacionale, mbinacionale, kombëtare, mbikomtare, mbi të gjitha kemi zbrit këtë Kurani Kerim, kejtë këto i përfshin kja ajet i parë, analo mere dhe e ka studiu mirë, jo si na, e ka studiu mirë, kjo fjallë të se e njerit. Këtë fjallë njeri u zdi me folë, në që katë fjallë shkurta, me shti kejtë botën mrena, kejtë kohat, kejtë vendet, kejtë kombët, nuk mundët njeri u zdikë si muhabeti.
drejt të Rasulullah a.s. shpatën e ngrejt. Prap shpatën e ngrejt me. Trim në gjahilije, trim në islam. Tucit tuc kur sa musliman, tuc kura musliman. Trimin të dion të trim. A pa shpatën e ngrejt me. E kanë këshirë shokët për birën e derës, të ardhe i kanë kalzu Rasulullah a.s. Pa ditë se që tash me shfar një jetë e ato ardhë, se ja dishin një jetët e para dajma. Thanë, po ven, ja Rasul Allah, po ven. Tha, për le të veni, kusha Omerit, po ven me shpatë ngrejt me. Ishtë s'ka folë Rasulullah a.s. A i rahat, a i shpirti madh, i qetë, rat. A që një prej trimave i cili, 3 ditë për para kish kalu në islam. Trim bi trim bura, trim bi trim. Tha, lene, qelnja dirën. Si të këtë ardhë për hajrë, mirë se ka ardhë. Si të këtë ardhë për dëni dam qeter, do t'ja heki tha kokën me shpatën e vetë. Si të këtë ardhë për mirë se ardhë. Si të këtë ardhë me një mendim qeter, tha unë e kokën me shpatën e vetë. Jo me temën e hej, jo me temën, me të vetën. Omerit, ki qetri e kishtë e emnin Hamza. Hamza ibn Abdul Muttalib, agja i Rasulullah a.s. Trim bitrima. Shka ta mërmenja, një hoqë me një fshat si Slupçani, apo me një fshat qeter në gjematin e vetë, mi pas një 13 gjem, mi pas një 5-16 gjem, apo mi pas një 30, që shkish me qenë gjarja atu. Të më falni gjemat, të më falni, e keni vegjib, e keni farz me u fresku pak. 3 halama mirë se plesht në kanë dhonë bol, plesht në kanë dhonë sigurest mave, plesht në kanë nderu sa duhet me në nderu dhe ma tepër se sa duhet. Prej rinijës kërkohë që ti qelin sitë. Këto lojna që ka puluar në kohën e fundit kanë qëllime. Qëllimet e këtive lojnave janë njerëzit me rujt karrikën shka e kanë, njerëzit me rujt pozita shka i kanë, njerëzit me rujt emna shka i kanë, kejt karrikat, kejt pozitat, kejt emna, kejt për har ju kofshin. 1 milion har ju kemi thonë haftas, për har ju kofshin deri sa tjetë kjo bot. Lina ta spjegojmë islamin rahat, lina të punojmë me gjematin tonë rahat, lina të qarkullojmë popull rahat, kejt për har ju kofshin. Ama në gjemot du të me pas Hamza, në gjemot du të me pas Omar, njoni do ven me pre, njoni do të me shpatër e ati e pres. Musliman, apo në akojnë të të me spjegu për këto dajma. Du të me pas, apo ki qef dajma, a i ka në akon, a i shumë ka në pas kontrim, po dhe, a i akon trim, prej ti e shkalit ki zamanishtit, a i po akon trim, ama se në poqot a i pivorit me arë, që të neve për na ven ka prapa dishka. O, me u trazu shti Umeri, edhe Hamza, me u trazu me arë në gjamien tonë me spjegu, ato me arë këtu të na majs pari një herë që une duhet me shdip të ju mingu bashk, ato mingu me juve. Mingu ato, sa ato mo spjegoj. Mirë, shka me po? Ato s'janë mo, ato kanë vdek, ki islami prej neve i lip trim ato bura, prej neve lip kurbana, prej neve lip gjem, shka kanë gjakun e vetë vakëf. Fjallën e vërtet e folin momentin ma të rëzikshëm. Pineve, ta shka imi të urnu. Si gjem, kur ka him rejna ka thonë, ejna Rasulullah, kua Muhammedi, thënë që, tha ja miru, shka u bo? Trim, bitrim, njoni ata të kje heki shpatën me krinë me shpatën e vetë ajo. Kar ka him rejna, tha ja Rasulallah, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu an Muhammeden abduhu wa rasulu. Prej tashe të këne dëshmoj, se Allahu gjelle gjelalu a nja dhe ti e Rasul, dëshmoj me zemra dhe deklaruhem me goj. Kejt për nga meri a.s. edhe kejt shok 37, shka kanë qenë në dhomë kanë thirë, Allahu Akbar, fjallë prej të cilës prej ven marë gjematit tonë, fjallë prej të cilës tutën edhe muslimantë sot se mo, qafirat po se po, fjallë prej të cilës tutën njerëzit shka vinë mu falë, humarat tja Allahu Akbar në shavikat kaj, 5 herë një në zonë në Allahu Akbar, a privat me thonë dikush Allahu Akbar, i ven pak si tharë, a në zanë 5 herë Allahu Akbar, ku gjonë? Bile 4 herë në fillim, edhe djerë në barim, 6 herë, 5 e zona ka 6, 30 herë në ditë, qatë fjallën in, me i thonë në gjematit, hajde bura në punë, në gjematit, që shinin në gjamisht, i kejtë për njerë, Allahu Akbar. Ska qa, vdekje, që që momentin, Omeri ka kalu në islam, Rasulullah i vetë, kejtë sahabët për njerë, inspirim, disponim, Allahu Akbar, kejtë Allahu Akbar për njerë. Tha ja Rasulallah, pytje, ushtar, kar ka kalu në islam, më një herë, ama dekretin e punës, a jam punë po, dekretin. Aresna ala hak, tha jemi në vërtetën, tha pore, po ja Omer, jemi në vërtetën. Elejsu arabati, tha këto qafirat me ke 10 milion.
Arabë 10 milion botën arabe, që kjo ditë i ka pas 10 milion banor vetëm arab.